Pikërisht para 35 viteve ka filluar shoqata Art Club dhe sot në ora 13 do të shënohet me një aktivitet të bukur, por gjithashtu edhe me një ekspozit. Për cilën më në detaje, unë kam kënaqësi të flasim këtë mëngjes me kryetarin e shoqatës Art Club, zotëri Ismet Kallaba. Përshëndetje, mirë se na vjen në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Plot 35 vite, besoj se do shumë punë edhe për kushtim që të mbahet në jetë dhe të jetë me plot aktivitete, apo jo. Nëse bën një përmbledhje kështu për 35 vitet, çfarë mund të themi? Si u zhvillua gradualisht dhe si u mbajt të gjithë energjia për të vazhduar me punë për plot kaq vite? Po, ishte vërtet pra që shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club shënon pra me 28 dhjetor saktësisht. Ka 35 vjetorin e saj. Shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club është themeluar me 28 dhjetor të vitit 1990. Në atë kohë pra nuk dihej sakt pra organizatat jo qeveritare ishin një koncept i ri, diçka e re, bile kur është regjistruar nuk ka ekzistuar as ligji për organizatat jo qeveritare, dhe shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club pra ka qenë është jo vetëm në Ulqin, por edhe në Malzi është një ndër shoqatat e para, pra një ndër bashkimet e para të qytetarëve. Kemi parasysh që bëhet fjalë për fillet e pluralizmit, nëse kemi parasysh thjesht për të bërë një krahasim, partia parë politike shqiptare në Maltezi, Lidhje Demokratike, është themeluar më 9 shtator dhe shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club pra është themeluar vetëm disa muaj pas këtyre organizimeve të para ose bashkimeve të para politike. Pra thjesht po bëj këtë krahasim thjesht për të pasur një kontekst të duar. Sigurisht është e vështirë që të përmbledhësh gjithë aktivitetin e shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club brenda këtyre 35 viteve, por unë mendoj ajo që ka shquar edhe është që nuk është larguar kurrë nga misioni i saj. Pra misioni i saj ka qenë promovimi, pra krijimi ose i zhvillimi i kulturës, artit dhe shkencës së shqiptarëve në radhë parë në Malzi, dhe promovimi i saj jo vetëm në nivel vendi, por edhe në nivel më të gjerë, pra në nivel kombëtar edhe pra mbar kombëtar, edhe në nivel ndërkombëtar, dhe sigurisht brenda kësaj, pra edhe në duke integruar edhe në kulturën, po them, ose ato përpjekjet kulturore, po them, në Maltezi, sepse do të kemi parasysh që unë nuk kam qenë, unë nuk jam ndër themeluesit e shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Club, por nëse kemi parasysh rrethanat e kohës, nëse kemi parasysh vitet 90, edhe ne i dim që kanë qenë kohë shumë të vështira, sepse menjëherë pas kësaj, pra në vitin 1991-92, dhe pastaj ka qenë kohë luftrash, por është themeluar në një kohë shumë të vështirë për shqiptarët, jo vetëm në Malin e Zi, por edhe në rajon, edhe në një farë mënyrë është krijuar edhe si një lloj, është themeluar edhe si një lloj pakënaqësie ndaj përjashtimeve që ju bëheshin njerëzve ose personalitete ose krijuesve shqiptar në Maltezi nga asociacionet e ndryshme, pra nga asociacionet që të bonin shkrimtarët, por edhe nga asociacionet e tjera. Dhe sigurisht është një punë shumë e madhe, dhe unë mendoj që shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Club, pra ky nuk është një përvjetor i rëndësishëm vetëm për shoqatën tonë, por është një përvjetor i rëndësishëm edhe për kulturën shqiptare në Malin e Zi, por edhe për sektorin jo qeveritar në Ulqin, por edhe me gjerë, sidomos ndër shqiptarët në Malin e Zi. Si u arrit që pikërisht në vitet e 90-ta të mbahet, le të themi, edhe fryma e Art Clubit, por edhe nga gjitha ndoshta presionet e kohës që mos të fiket, edhe ja të jemi në këtë 35 vjetor? Unë theksoj vazhdimisht që ka pasur shumë nisma të mira, ka pasur edhe më herët organizime, por të cilat pas një kohe janë shuar. Dhe për shumë gjëra, jo vetëm si shoqat, por edhe për aktivitete ose manifestime të ndryshme, gjëja më e rëndësishme është tradita ose vazhdimësia atyre. Dhe unë mendoj që ajo që e ka mbajtur Art Clubin pavarësisht atyre
që mund të ketë brenda gjithmonë brenda një organizimi, ka gjithmonë edhe paknetësi, ka gjithmonë edhe mendime të ndryshme, mendime kritike, gjë që është shumë e mirë. Por unë mendoj që e kam mbajtur se të gjithë ata që janë bashkuar në Art Club kanë pasur një mision, kanë pasur një qëllim, edhe kanë pasur qëllimin e njëjtë. Edhe unë prapë po theksoj që pavarësisht ose ajo çfarë shquan shoqatën e artistëve dhe intelektualëve Art Club është që kur nuk është shmangur nga misioni i saj, nga synimi i saj, pra ne nuk kemi shikuar që të aplikojmë diku ose në ndonjë konkurs ose në ndonjë fond të dalim jashtë misionit tonë, por gjithmonë kemi pasur pra synim ose qëllim që zhvillimin e artit, kulturës dhe shkencës shqiptare në Maltezi, sigurisht edhe trashëgimisë kulturore edhe fushave të tjera pra që janë të lidhura me këtë. Dhe duhet të thënë që nuk ka qenë e lehtë, sigurisht me duhet të pranoj që ndoshta kulmin e saj sigurisht e ka pasur gjatë viteve 90 edhe atëherë sepse ka qenë diçka e re, ka qenë diçka që ka ndryshuar edhe kohët ka ndryshuar, edhe po të përmendi tash që në ato vitet 90 për shembull ose në fillim të viteve 2000 për shembull janë organizuar simpoziume ose janë organizuar takime, promovime për disa personalitete të cilat nuk kanë qenë të njohura, siç është Hafiz Ali Riza Ulqinaku për shembull, ose në vitin 1995 është organizuar pra me rastin përvjetorit të mesharit të Gjon Buzukut, është organizuar një simpozium shkencor në Ulqen, pastaj janë organizuar për personalitete tjera, Ymer Prizreni për shembull dhe tjera. Dhe sigurisht, po them sigurisht që veprimtaria e shoqatës ka ndryshuar ose i shpërshtatur kohës dhe mendoj që të vish deri në ditët e sotme, pra të vish të kremtosh një 35 vjetar dhe jo ta kremtosh vetëm në mënyrë simbolike, por ta shënosh edhe me veprimtari, edhe do të thotë edhe të vazhdosh në një farë mënyrë edhe në këtë 35 vjetar ose edhe në vitin e 35 të vazhdosh pothuajse me të njëjtën frymë, me të njëjtën elan, sigurisht që nuk është e lehtë. Të jesh, le të themi, pjesë e një organizate jo qeveritare ku promovohen krijuesit, ku promovohen figura të larta shqiptare, jo vetëm nga Mali i Zi, por siç thatë edhe nga rajoni. Si u prit edhe nga shteti Am apo edhe nga Kosova, aktivitetet të tilla të cilat i bashkonin shqiptarët? Po, unë prapë po rikthehem në vitet 90, në vitet 90 Ulqini ka qenë një qendër i cila i ka bashkuar shqiptarët edhe për rrethanat e kohës, sepse dihej që situata në Kosovë edhe Ulqini ndoshta ka qenë ajo qendra më përshtatshme ku është frymëruar pavarësisht situatës, ndoshta është frymëruar pak më lirisht edhe shfrytzuar pra Ulqini si një qendër për organizimin e aktivitete të tilla. Por duhet të theksoj që në këto vite për shembull ka lindur manifestimi Kalimera Poetike në vitin 1993 dhe sigurisht që të mbash gjallë jo vetëm shoqatën, sepse unë e them vazhdimisht që një shoqatë ose çfarë do qoftë tjetër, ajo vetëm aktivitetet e mbajnë. Ju nëse nuk keni veprimtari, ju mund të figuroni të regjistruar si organizat ose si diçka tjetër, por aktivitetet dhe veprimtaria është ajo që e mban gjallë një shoqatë. Dhe unë mendoj që pikërisht kjo vazhdimsi, pikërisht kjo e ka mbajtur gjallë edhe shoqatën e artistëve dhe intelektualëve Art Club. Sa vite u bën që jeni në krye të shoqatës Art Club? Unë jam që nga viti 2016 në krye të shoqatës artistëve dhe intelektualëve Art Club. Kam qenë edhe nga viti 2012, kam qenë në rolin e sekretarit. Sigurisht nuk është lehtë të drejtosh qoftë edhe një organizat jo qeveritare, sepse aq më tepër duke u nisur nga fakti që thash më përpara që
duke pas parasysh edhe historikun, duke pas parasysh edhe emrin e kësaj shoqate. Sigurisht nuk është lehtë sepse ke një barë të rëndë, por unë mendoj që gjatë gjithë këtyre viteve ne kemi arritur pra që të lartësojmë në një farë mënyrë jo emrin e shoqatës sonë, por të lartësojmë edhe emrin e Ulqinit, edhe emrin e shqiptarëve në Malin e Zi, në fushën e kulturës. Krijuesit shqiptar kanë qenë, le të themi, më shumë të gatshëm, nëse e them mirë këtë, kanë qenë më shumë të gatshëm të shprehin atë artin e tyre, krijimtarinë e tyre, por edhe patriotizmin e tyre në këto aktivitete në vitet e para të shoqatës apo tani? Po, nuk mund bëhet krahasim vitet 90 me tani. Sigurisht që shumë gjëra kanë ndryshuar. Në vitet 90, ashtu si që thoni edhe jo, kanë qenë shumë më të ndjeshme, kanë qenë qofse kemi parasysh, kam parasysh këto që janë mbajtur, për shembull, janë mbajtur ato, ka qenë si thush një dëshirë shumë më e madhe e lidhjes, sidomos me Shqipërinë. Shqipëria sapo ishte hapur edhe për ato dhe duke pas parasysh edhe lidhjet historike, sidomos të Ulqinit edhe Shkodrës. Ndoshta këto takime kanë qenë edhe më të shpeshta dhe në një farë mënyrë nuk mund ta kuptoj ose ishte pa imagjinueshme, pa kuptueshme se për fat keq se pse këto lidhje kulturore ndoshta sot nuk janë ose nuk zhvillohen aq sa duhen, sidomos po flas ndërmjet Ulqinit edhe Shkodrës, kur kemi parasysh që për shembull janë zhvilluar edhe në rrethana shumë më të vështira në vitet 90, sepse ne e dim që kjo pika kufitare, pra vendkalimi kufitar në Sukubin është hapur, Sukubin Moriqan është hapur shumë më vonë dhe edhe për të shkuar në Shkodër nuk ka qenë lehtë në atë kohë, edhe në Shqipëri, dhe njerëzit kanë bërë pra sakrifica, por rrethanat kanë ndryshuar për fat keq dhe në këtë kuptim nuk e di, por sigurisht është për kritik, sidomos është për kritik që ne nuk kemi marrëdhënie ose raporte institucionale. Edhe sot, edhe në të kaluaren, pjesa më e madhe e këtyre bashkëpunimeve kulturore, sepse duhet kemi parasysh që shoqata e artistëve dhe intelektualëve Art Club nuk është një institucion zyrtar, nuk është institucion, pra është një organizat, një shoqat, dhe edhe këto bashkëpunimet për cilat folëm më përpara, pjesa më e madhe e tyre janë zhvilluar pra fal këtyre nismave ose iniciativave si thush të organizatave jo qeveritare, shoqatave të ndryshme ose edhe të individëve të ndryshëm të cilat i kanë përfaqësuar këto shoqata. Në një moment të ndjeshëm, le të themi, në momentin kur u nda nga jeta Basri Çapriqi, Kalimera Poetike mori edhe emrin e tij, Kalimera Poetike Basri Çapriqi. E them këtë sepse vetë fakti që personalitetet të tilla dhe emra të tilla kanë qenë të lidhur ngushtë me Kalimerën Poetike, besoj se kanë sjellë edhe emra shumë të njohur nga gjitha trojet shqiptare. Nëse bëjmë një rikthim ndoshta, cilat kanë qenë emrat, ndoshta do të harrojmë dikë, por cilat kanë qenë emrat më eminent apo të shquar që kanë qenë pjesë e Kalimerës Poetike? Në manifestimin Kalimera Poetike kanë marrë pjesë shumë personalitete të nderuara, sidomos të botës shqiptare, sepse në radhë të parë ky është një manifestim letrar që i kushtohet botës letrare shqiptare, por edhe të tjerë. Po përmendi këtu disa prej atyre emrave, por gjithmonë është Ali Podrimja, Fato Sarapi, Gjavahir Spahiu, Mira Meksi, Flutra Arshka, e tjerë të cilët pra sigurisht që dhe, por nuk po përmendi sepse gjithmonë kam frikë që do të harroj, dike dhe sigurisht që ka qenë një rast shumë i rëndë, kur vdekja e Basri Çapriqit, i cili ishte shumë i lidhur ose ka qenë njëri ndër themeluesit pra të manifestimit Kalimera Poetike ose ideatorët e Kalimerës Poetike, dhe sigurisht që emërtimi i Kalimerës Poetike me emrin e Basri Çapriqit ishte një përgjegjësi, ishte një barë që ne e merrnim sepse gjithmonë duhet ruajtur
emri i tij, nuk është kur vendos diçka, duhet të kesh parasysh edhe peshën, edhe përgjegjësinë që merr mbi vete në rast, dhe unë mendoj që ne me këtë rast kemi marrë një përgjegjësi të madhe, kemi marrë një barë të madhe, por unë mendoj që në këto vite, që nga viti 2018, kur ka vdekur ai, deri në vitin 2025, mendoj që emri Basri Çapriçit na ka bërë nder neve, sepse këdo që ftojmë, këdo kur dëgjon emrin e Basri Çapriçit, pra ai ka qenë një ndër promotorët më të mëdhenj të këtij manifestimi, sidomos pra në Kosovë, por edhe në botën shqiptare në përgjithësi, por sigurisht humbjet janë të vështira. Duhet përmend me këtë rast që si vjet është ndarë nga jeta edhe themeluesi, edhe pra kryetari i parë i shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club, Ibrahim Berjashi, dhe i cili në të njëjtën kohë ka qenë edhe një ndër themeluesit e manifestimit Kalimera Poetike, prandaj por këto janë diçka të natyrshme, janë diçka, është një proces natyror, dhe pikërisht ne duhet të vazhdojmë, edhe ndoshta ai kontributi, ndjemesa më e madhe që ne japim është pikërisht vazhdimësia e misionit të shoqatës, vazhdimësia e manifestimit Kalimera Poetike, por edhe aktivitetet të tjera janë, si të thush, një lloj, por edhe sigurisht edhe shënimi 35 vjetorit janë, si të thush, një lloj homazhi për themeluesit e tyre. Kemi krijues të ri, po kaq të mirë, le të themi, sa vetë krijuesi që edhe ideuan edhe themeluan Kalimerën Poetike. Aktualisht kemi krijues të ri të cilët e bëjnë mirë punën e tyre? Unë mendoj që ka krijues të rinj, sa i përket asaj në qoftë se janë të mirë ose jo, duhet të lënë kohës. Edhe sigurisht që një krijues, edhe këta që i përmendëm më përpara, edhe këta i ka krijuar koha, janë krijuar me kohë. Pra, por ka talente, çështja është se si ti nxisim këto talente, sigurisht nuk është e lehtë, sepse jetojmë në një kohë tjetër, jetojmë në një kohë kur ka fusha të ndryshme të interesit, dhe ne përpiqemi aq sa mundemi, përpiqemi që jo vetëm të zbulojmë këto talente, por përpiqemi që edhe përmes aktiviteteve tona të angazhojmë, edhe ky është edhe do të jetë një synim edhe në të ardhmen, pra që të mundohemi që t'i promovojmë talentet e reja, edhe në këtë mënyrë duke i angazhuar në aktivitetet tona dhe t'i nxisim për të vazhduar krijimtarinë e tyre. Fakti që në disa konkurse poetike të cilat zhvillohen, kemi fitues të çmimeve, jo vetëm fitues, por nuk ka rëndësi, sepse çmimet ngaherë janë subjektive, por edhe pjesëmarrës në këta tregon që ka krijues të rinj, por çështja është se sa do të zhvillohen ata në të ardhmen, dhe sigurisht që kjo është diçka personale. E ka arti dhe kultura në komunën tonë mbështetjen e duhur aktualisht? Unë mendoj që investimi në art dhe kulturë është investimi më i mirë. Nuk mund të thuhet nëse e ka ose nuk e ka, çështja është që mënyra se si shpërndahen ato mjete, mënyra se si jepen, sepse nëse shikojmë në aspektin financiar, nëse shikojmë në aspektin e shumave që ndahen, pavarësisht po them që kohat kanë ndryshuar, unë mendoj që jepen, por çështja është nëse institucionet kulturore ekzistuese e kryjnë si duhet punën e vet, nëse sepse gjithmonë edhe nganjëherë ekziston një lloj ngatrese ose keq kuptimi, sepse organizatat jo qeveritare janë, ose shoqatat janë një formë alternative e zhvillimit të kulturës dhe nuk e luajnë rolin e institucioneve, nuk janë aty për të luajtur rolin e institucioneve, por unë mendoj që sigurisht
kur nuk është tepër që t'jepet për kulturë, kur nuk është tepër, po përmendi vetëm një shembull ose një rast, sigurisht që është për shembull Dokufesti. Po. Dokufesti për shembull ka arritur që t'i sjellë të ardhura edhe sipas një hulumtimi që është bërë, sipas një analize, duket vitin e kaluar ka sjellë 5.2 milion euro të ardhura. Pra, kjo do të thotë se ne nuk kemi arritur në atë shkallë që ta bëjmë kulturën fitimprurse. Por kjo do të thotë që një ide e mirë, një manifestim i mirë në fillim duhet që të mbështetet, por më vonë ai mund t'i sjellë të mira dhe mund t'i sjellë të ardhura edhe qytetit, edhe komunës, edhe qytetarëve të tjerë. Përmendëm që janë mbajtur edhe simpoziume dhe takime të rëndësishme, cilat sipas jush edhe shoqatës kanë qenë momentet më kulmore të le të themi simpoziumeve apo takimeve të tilla. Nëse do të veçonim disa nga to. Unë përmendi vetëm disa, për shembull Ulqinin në rrjellat e kohës. Me shari Gjon Buzuku, domethënë në vitit 1955. Një sesion shkencor tjetër që është kushtuar Ymer Prizrenit. Pra, Ymer Prizreni, personalitet i shquar i rilindjes kombëtare. Këto janë në të kaluarën, por po përmendi edhe këtë vit, ne kemi organizuar një sesion shkencor, pra gjuha dhe kultura e shqiptarëve në Malin e Zi, pra që do të thotë se ne vazhdojmë me organizimin e sesioneve shkencore, vazhdojmë me organizimin e konferencave të ndryshme shkencore, sigurisht gjërat kanë ndryshuar, pra po përmendi edhe por në rrethana të reja ne sigurisht që kemi qenë të detyruar që t'i përshtatemi edhe kohës dhe të fokusohemi ose të përqendrohemi më tepër në çështje reale, në temat cilat janë aktuale për shqiptarët në Malin e Zi. Duke qenë që bëhet fjalë për 35 vjetorin, të cilin do ta shënojmë pra sot, unë po përmendi me këtë rast që gjatë këtij viti ne sigurisht kemi realizuar disa aktivitete, pra të cilat sigurisht janë vazhdimësi e punës sonë, por po përmendi përpos sesionit shkencor, ne kemi realizuar edhe një edicion të manifestimit Kalimera Poetike, pra edicionin e 33, nga data 11 deri 13 shtator, ku një mbrëmje pra ish kushtuar, ka qenë mbrëmje homazh për shkrimtarin Ibrahim Berjashi, po ashtu ka qenë një takim me shkrimtarin Besnik Mustafaj, edhe një takim me shkrimtarin Ilir Ezajmi. Përpos kësaj, kemi organizuar edhe një ekspozit, pra të piktores akademikes për antare e Akademisë së Shkencave dhe Arte të Kosovës, njëkohësisht fituese e çmimit tradicional të Art Klubit vitin e kaluar, Zaka Prelvukaj, pra bëhet fjalë për një instalacion ofsham, po ashtu kemi organizuar si vjet për herë të parë kemi organizuar edhe një aktivitet tjetër shumë rëndësi, Java Letërsisë Shqipe, cila është mbajtur nga data, pra ka përkuar ose kemi zgjedhur si datë, kemi zgjedhur për ditën ndërkombëtare të librave nga data 23 deri 25 prill, pra në bashkëpunim me Pencëndrën e Kosovës edhe Pencëndrën e Shqipërisë. Ka pasur disa aktivitete, disa takime letrare, disa punëtori e tjerë. Kemi organizuar promovimin e librit të ish-presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdio. Kemi organizuar edhe aktivitetet e tjera, po duhet të them që edhe këtë vit ka qenë një vit i frytshëm, një vit i suksesshëm, pavarësisht që a mund të punohet më tepër gjithmonë, mund të punohet më tepër. Duhet të theksoj ndoshta një si sukses po quaj, po ashtu që ne kemi botuar këtë vit kemi botuar disa libra, edhe njëri prej tyre është histori të ëndrave të hershme të shkrimtarit Mehmet Kraja, i cili ka fituar çmimin Liburnia për librin më të mirë në prozë, në panairin e librit në Ulqen. Është hera e parë që një botues nga Mali i Zi, pra një libër që botohet nga botuesi shqiptar nga Mali i Zi, fiton një çmim të tillë
edhe unë mendoj e quaj këtë një sukses. Dhe për të ardhur ndoshta nga aktiviteti që organizojmë sot, ne në fakt kemi pasur në plan në vitin 2020, kur kemi shënuar 30 vjetorin, kemi pasur në plan që të organizojmë një sër aktivitetesh, por për fat keq për shkak të pandemisë, kemi qenë pra nuk kemi mundur ose që të realizojmë dhe me rastin e 35 vjetorit, kemi menduar pra që të organizojmë një ekspozit të botimeve të art klubit, po përmendni ose po përsëris që shoqata artistëve dhe intelektualëve Art Klub është botuesi më i madh ndër shqiptarët në Malin e Zi. Ne kemi rreth 200 botime, që nuk janë shumë për një botues ndoshta të, por duke pas parasysh që ne jemi pak si shqiptar në Malin e Zi, pra është një numër i konsiderueshëm i botimeve. Sigurisht që publiku, lexuesi është i njohur në pjesën më të madhe të këtyre botimeve, por ndoshta ata që lexuesit më të ri ose edhe të tjerë nuk janë të njohur me disa botume dhe ndoshta është mirë që me këtë rast pra promovojmë edhe punën tonë, promovojmë veprimtarinë botuese, e cila ndoshta është një ndër aktivitetet kryesore të shoqatës artistëve dhe intelektualëve Art Klub. Është një aktivitet i hapur sot për të gjithë në ora 13 në librarinë Ulqine? Po, sigurisht është i hapur, sepse unë e thash më përpara që për vjetori i shoqatës artistëve dhe intelektualëve Art Klub nuk është vetëm për vjetori yni, është edhe një përvjetor mendoj i rëndësishëm edhe për kulturën shqiptare në Malin e Zi dhe ekspozita sigurisht që ne do të kemi një aktivitet në orën 13, por sigurisht do të qëndroj në librarinë Ulqini. Ata që kanë dëshirë mund ta vizitojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme, sigurisht ndoshta jo të gjitha botimet tona do të jenë aty të ekspozuara, sepse varet edhe nga hapësira, por pjesa kryesore e tyre do të jenë të ekspozuara. Ku e ka pikën më të fortë përbashkët misioni juaj si gazetare dhe si kryetari i shoqatës Art Klub? Është një pyetje, është një pyetje individuale, pyetje personale, është një pyetje e vështirë në fakt, cilët as nuk e prisja, pra ndoshta pjesa promovuese ndoshta, po them ndoshta është pika më mirë, por edhe ajo dëshira për të qenë angazhuar, për të qenë gjithmonë për të marrë me aktivitetet të këtilla. Edhe për fund, si duhet të rinjt, posaçërisht, ta ruajnë gjuhën shqipe? Le të themi në atë standardin e saj, nga gjitha ndikimet e internetit, nga gjitha ndikimet e gjuhëve të huaja që po përdorim, duke e lidhur ngosht patjetër me misionin e Art Klubit. Po unë mendoj që edhe kjo është, sa është çështje personale, është edhe çështje e përgjithshme, sigurisht është një çështje që na shqetëson gjithëve. Ne e shohim jo vetëm tek të rinjt, fatkeqësisht jo vetëm tek të rinjt, por e shohim edhe tek të tjerët që ka rënë standardi i përdorimit të gjuhës shqipe. Sigurisht që zhvillimet teknologjike kanë ndikuar, sepse ne shkruajmë një mesazh apo shkruajmë një postim e tjerë e nuk i kushtojmë shumë rëndësi. Sigurisht është e vështirë për të dhënë pra sugjerime, sepse por sigurisht shkolla luan një rol shumë të rëndësishëm, mësuesit e gjuhës shqipe, sepse gjuha në radhë parë është dashuri, edhe ndoshta gjuha amtare tek gjithë popujt, tek gjithë kombet luan një rol të rëndësishëm, por sidomos te ne shqiptarët, sepse ne jemi në radhë parë, ne jemi kombë gjuhësor, edhe ndoshta gjuha është ai monumenti më i rëndësishëm që neve na bashkon si shqiptar, prandaj ne duhet bëjmë çdo gjë, sepse nëse ne dhe kur flasim për këtë kemi parasysh se çfarë kanë bërë paraardhësit tanë, vetëm për të ruajtur gjuhën, edhe kanë sakrifikuar, edhe janë vrarë, edhe tjerë, po edhe këtu kemi pasur raste. Për shembull që njerëzit janë për shkak të gjuhës, janë dënuar, janë gjobitur, po edhe dënuar, edhe me burgim
edhe me burgosje dhe mendoj që kjo ndoshta është ajo që duhet neve si shqiptar, po sidomos të rinjt, gjithmonë ta kujtojnë kur kemi parasysh pra përdorimin e drejtë ose saktë të gjuhës shqipe. Faleminderit që ishe këtë mëngjes me ne. E di që është një ditë angazhuar sot për ju, edhe një ditë që ju pret punë, por besoj që një ditë që do ju sjell shumë kënaqësi në këtë 35 vjetor dhe me shënimin e aktivitetit në librarinë Ulqini në ora 13. Po, faleminderit juve, gjithmonë jam i kënaqur, gjithmonë vi me kënaqësi për të ndarë mendimet tona, mendimet e mia, aq më tepër në raste të tilla, në përvjetor të këtill, cilët sigurisht që janë një gëzim mendoj edhe për jo vetëm për ne, jo vetëm për anëtarët e shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club, por mendoj edhe për gjithë qytetin, komunën e Ulqinit, por edhe shqiptarët në malin e Zi. Faleminderit.